Një stabilitet sa i përket çmimit të naftës, se menjëherë ne ndjem të parët këtë rritje. Na, sigurisht, do thotë në tregun çdo kund, edhe tani në Kosovë, po besoj edhe çdo pjesë të globit kemi ramje të çmimit të naftës, që është më duket në lehtësim i madh për xhepin e qytetarëve, dhe besoj që çdo kush në botë pikse pari për këtë gëzohet, por parazitash gëzohet që jeta e njerëzve është e vlefshme dhe nuk dëshirojmë që askund të ketë derdhje të gjakut, nuk ka më rëndësi nga cili anë e globit vjen. Mirë po, në aspektin ekonomik mendoj që është një lehtësim e madh për ekonominë kosovare në këtë rast, sepse edhe qendrat të cilat janë të qarkullimit të mallrave dhe të njerëzve, në këtë rast qendra e Emirateve të Bashkuara Arabe apo Dubai, shumë biznesmen edhe nga Kosova kanë qenë ata të cilët kanë bërë aktivitetin e vet ekonomik dhe sadokudo në një farë mënyrë jeku nga recesioni që ka qenë rrezik të bie sidomos Evropa, por edhe pjesë tjera të botës së globit, dhe ne mendoj që edhe për Kosovën është një lehtësim i madh, sepse të gjithë ndjejmë atje kur shkojmë te pompa